Hapja zyrtare e sezonit turistik në Divjak është kthyer në një traditë festive. Muzikë, sport, gatime tradicionale të zonës, ekspozit makinash retro, këngëtar vendas e të ftuar përcollën një atmosferë të ngrohtë festive këtë ditë të fundit të majit. Bizneset që operojnë brenda territorit të parkut për të përballuar kërkesat e turizmit kanë rritur cilësinë e shërbimeve dhe kanë shtuar kapacitetet e hoteleve. Për ofertën e këtij viti, bizneset ofrojnë ushqimet me bazë peshkun e freskët të lagunës dhe çmimet më të lira se në çdo vend tjetër bregdetar. Unë paraqikoj një sezon shumë të mirë, pa ta thënë vjet që do jetë një sezon për vjet që do jetë më mirë në vjet tjera, por këtë vit e paraqikoj shumë herë më lart, sepse shoh numrin e turistëve që po vjen duke u rritur. Edhe e shoh që turizmi ka filluar shumë shpejt nga çdo. Ne sapo kemi cilur sezonin, edhe shoh një dyndje e turistësh. Edhe pse jo pse mos vizë, sepse Divjak ofron shumë gjëra të mira. Duke filluar nga preskia, nga natyrë kaq të bukur, kaq qetë. Sipas kryetarit të bashkisë Divjak, pritet dyfishimi i turistëve krahasuar me një vit më parë. Kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi filluar nga bregu i Rarës, të cilën e kemi filluar ta pastrojmë, do të shtojmë pastrimet më shumë, pastaj kemi ja dhënë lejet për katse, për bizneset që të ushtrojnë aktivitet në atë pjesë rare, e kemi zgjeruar pak aktivitetin, kemi mirëmbajtur që të kemi energji elektrike 24 orë ndriçim dhe ujë të pishëm këto janë që vjet, dhe gjithashtu do të ndajmë rrugën për shkuar atje. Do të sistemojmë parkimet dhe do të mundohemi ta lokalizojmë pak më shumë, se vija bregdetare e bashkisë tonë është shumë e gjarë, por ne nuk mundemi do të pastrojmë gjithatë vijë bregdetare. Do ta kufizojmë pak. Shërbimi për pastrimin do të jetë më i kulturuar në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit. Do të kemi një makinë ekologjike shtesë, e cila do të ndihmojë bashkinë në heqjen e mbeturinave më shpesh. Gjithashtu bashkia do shtojë numrin e koshave dhe punonjësve që do të mirëmbajnë ato. Ndikimi i vitit të kaluar, pra përmirësimi i ndjeshëm që ne bëmë vitin e kaluar, energji elektrike, ujë pishëm, shërbimi i pastër, bregdeti i shkëlqyer dhe gjithashtu heqja e tarifës 0, 1 lek, sa kishte më herët, ka ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe presim të paktën dyfishim të numrit turistëve. Kjo e ka treguar, tarifa për të ecur ishte për të hyrë në plazh ishte një tarifë e kaluar. Nuk e di si ishte ajo, po e kam hequr, e kam nxjerruar. Gjithashtu jam munduar të ndihmoj bizneset, ka qenë sa taksa shtesë, jam munduar t'i ul ato në mënyrë që shërbimi, çmimet dhe shërbimi të jetë i ndjeshëm më i mirë.